Lavdi Perëndis. Lavdi Perëndis. Haleluja, përshëndetje gjithë dhe mirë se keni ardhur në shërbesën e kishës dhe falenderojmë Zotin që kemi mundësi që çdo javë të mlidhemi në emrin e Tij, ta lavdrojmë emrin e Tij, dëgjojmë nga fjala e Tij, haleluja, ta bekojmë emrin e Zotit dhe gjithashtu të pranojmë bekime, sepse Perëndia gjithmonë na bekon. Kudo që 2 ose 3 mlidhen në emrin e Jezusit, ai është aty. Haleluja. Kështu që prania e Jezusit është në mesin tonë. Përshëndesim edhe ata që na ndjekin online, sepse fatmirësisht ose fatkeqësisht ka edhe njerëz atje jashtë që nuk janë pjesë e një kishe lokale dhe nuk kanë mundësi të shkojnë dhe të integrohen në kishë çdo javë. Dhe ne si kishë kemi kohë që kemi filluar që të transmetojmë shërbesat tona online, sepse edhe në botën ku ne po jetojmë është pothuajse pjesë e kishës tashmë shërbesa online. Por doja të ndaja thjesht pak para se të futem predikimin sot se për kë është shërbesa online, sepse nganjëherë ne ngatrojmë gjërat edhe është mirë të qartësohemi se për kë në fakt bëhet shërbesa. Tani shërbesa online bëhet për ato njerëz që fizikisht e kanë të pamundur që të vinë në shërbesë. Prandaj është kjo mundësi. Gjithashtu është për ata njerëz që orari i punës i pengon që të marrin pjesë në shërbesën e kishës së tyre. Shërbesa online është edhe për ata njerëz që janë të smur dhe nuk arrin dot që të vinë fizikisht në shërbesë. Gjithashtu është edhe për ata që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe nuk kanë ende një kishë ku ata mund të dëgjojnë fjalën e predikuar në gjuhën shqipe dhe ndoshta ndjehen të izoluar, kështu që kjo është një mundësi për ta të ndjenë në shtëpi. Por gjithashtu është edhe për ata njerëz që janë në kërkim, sepse gjithmonë ka njerëz në kërkim të Zotit. Pavarësisht që neve nganjëherë na duket sikur njerëz po kërkojnë Zotin, por jeta nuk është aq e mirë sa të jetojnë pa Zotin. Jeta ka vështirësi të ndryshme apo jo, edhe nganjëherë këto dallgët e vështirësisë i shtyn njerëzit që ta kërkojnë Zotin. Edhe në kërkime sipër njerëzit duke kërkuar Zotin, edhe mund të gjejnë një shërbesë online edhe qëndrojnë aty edhe dëgjojnë, sepse edhe kurioztar të dinë se çfarë predikohet ndoshta në kishë. Më përpara duhet vinin këtu fizikisht, tani nuk ka nevojë të vinë fizikisht, thjesht e hapin internetin edhe mund të shikojnë se çka predikohet në një kishë, çka bëhet në një kishë apo jo. Kështu që edhe për ta shërbesa është online. Pra për njerëzit që janë në kërkim edhe duan të dinë për Perëndin. Po për kë nuk është predikimi online, se edhe kjo është e rëndësishme ta dimë. Sepse unë besoj që kisha online nuk është për ata njerëz që kanë një kishë fizike në qytetin ku ata jetojnë ose në fshatin ku ata jetojnë dhe këta njerëz përtojnë me shku te kisha, po përtoj edhe hajt ta lëshoj se e kam online, s'kam nevojë të shkoj dhe të bëhem pjesë e një komuniteti. Për këta njerëz nuk është kisha online, sepse kjo vetëm ushqen mëkatin në jetën e tyre, nuk e ushqen të mirë në jetën e tyre. Pra, i ndihmon që të jenë më dembel se që janë në realitet. Gjithashtu kisha ose predikimi online nuk është për ata njerëz që e quajnë vetëm të krishterë dhe thjesht pëlqejnë të dëgjojnë predikime, por nuk duan të jenë pjesë e komunitetit të krishterë dhe nuk duan që të identifikohen me ta. Pra janë elektrona të lirë, janë krishterë inkognito, janë si ato spionët e CIA-s që i përkasin shtetit, por askush s'di që ata i përkasin shtetit. Ne nuk kemi nevojë, kisha nuk ka nevojë për të krishterë të tillë. Në veçanti ata që kanë mundësinë këtu në Shqipëri, një herë gjithë shqiptarët kanë mundësi me shku në kishë, sepse kanë në qytet, në fshat, kisha sa të dush, edhe kanë mundësi, kështu që shërbesa online nuk është për këto njerëz që duan të ikin kishës, edhe duan të ikin identifikimin me një kishë lokale. Gjithashtu unë besoj që jo gjithë njerëz janë të thirrur që të jenë aktiv online, sepse mendoj dhe besoj që Perëndia nuk i ka thirrur gjithë njerëzit që të merren me këtë lloj shërbese. Pra, për shumë njerëz në fakt humbje kohë dhe energjie që të jenë aktiv online. Çfarë do thotë të jesh aktiv online? Do thotë që në çdo media sociale ti ke një prani tënde dhe ti je aktiv aty. Edhe kjo ndodh në fakt me njerëz
shumica e njerëz që janë figura publike, ata e kanë pjesë të punës këtë gjë, por nuk besoj që të krishterët në përgjithësi jemi thirrur që ta bëjmë këtë pjesë të punës edhe të shtyhemi për like dhe të shtyhemi, domethënë për numrin e ndjekësve, sepse ajo frymë që është në botë, ajo frymë përpiqet hyjë edhe në kishë, edhe kjo është lloj fryme që përpiqet. Edhe po shikoja një postim që thoshte, ishte në gjuhën shqipe, thoshte paguaj kaq euro dhe do kesh 10.000 pëlqime, paguaj kaq euro do kesh 50.000 pëlqime. Do të thonë është e mundur në botën ku ne po jetojmë, është e mundur të blesh pëlqime. Kështu që ato numrat e pëlqimeve dhe numrat e ndjekësve janë shumë jo real, sepse nëse ato mund të blehen, atëherë kush mund t'i besoj këtyre figurave. Edhe ne si krishterë nuk jemi të thirrur që të kërkojmë pëlqimet, a thotë edhe vetë Pali, nëse unë përpiqem të pëlqej njerëzve, nuk mund të jem shërptor i Zotit. Nëse tërkohën jemi pas pëlqimeve, pas klikimeve të gjërave që ne bëjmë, kështu që unë besoj që vetëm disa njerëz të krishterë janë të thirrur për të pas shërbes online. Vetëm disa, edhe mund të jenë me kokra, sepse nuk ka nevojë që të ketë pafundësisht zëra, sepse kur ka shumë zëra, prishet mesazhi. Edhe njerëz që orientohen, thonë, pastaj vin pastor, a ti besoj këtij, kujt du ti besoj, ata dëgjoj këtë, ata dëgjoj, sepse normalisht nëse ndjekim botën e internetit, sot çdo njeri është ekspert. Çdo njeri mund të mësojë se si ta bësh omletin, edhe pse omleti është bërë me shekuj, sot dalin njerëz që unë e bëj omletin më të mirë ose e bëj tortën më të mirë ose ku ta di unë se çfarë. Edhe janë, domethënë mesazhe konfliktuoze nganjëherë që mund të shkaktojnë më tepër konfuzion sesa që të drejtojnë në rrugën e duhur. Prandaj unë besoj që neve duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse nëse ne mendojmë që po jam i thirrur për një shërbes online, unë mendoj që duhet kesh vërtet një thirrje nga Zoti për këtë, një konfirmim nga Perëndia, edhe sepse jo gjithë njerëz mund të jenë mësues të fjalës. Këtë e thotë edhe Bibla. Jo gjithë mund të jenë mësues, është një dhuratë nga Zoti. Nuk është thjesht sepse ke celulare dhe fillove tani më mësu botën misteret e fjalës. Nuk është ashtu. Nëse është ashtu, atëherë jemi në rrezik të madh, apo jo? Kështu që për neve të tjerë, le të themi që nuk jemi të thirrur të kemi shërbes online, ne duhet jemi shumë kujdesshëm që të mos ushqejmë varësitë tona nga celularët, sepse celularët vërtet janë mjete perfekte për të ushqyer çdo lloj oreksi. Prandaj jam i sigurt që ata që punojnë me internet e kanë lexuar Biblën, sepse është një varg në Bibël që thotë kështu te Predikuesi 1:8, thotë kështu: syri nuk ngopet duke parë dhe veshi nuk ngopet duke dëgjuar. Okej? Kështu që ata e dinë dobësinë njerëzore, që syt mund të rinë derisa të mbyllen çepallat, mund të rinë online. Derisa të rrëzohen më dhe s'ka. Edhe veshët mezi presin me dëgju lajmin e fundit. Çfarë po ndodh? Kë e kanë futur në burg? Kur do dalin nga burgu? Kë e kanë nxjerrë nga burgu? Kush është shkapur? Kush të shkapur? Kto janë budalliqe që neve si të krishterë nuk duhet na hyjnë në punë, sepse thirrja jonë është shumë më e lartë se kaq. Apo jo? Thirrja jonë është për shpëtimin e njerëzve, thirrja jonë është për të çuar mbretërinë e Perëndisë atje ku nuk është dëgjuar ndonjëherë. Por ne kemi thirrje më të lartë, jo më marr me lajmet, jo më marr me ato që quhet thashë them, me bota e thashë themeve. Kjo është një botë e ulët, nuk është bota jonë. Bota e Krishtit është shumë më e pasur dhe shumë më e lartë. Haleluja. Amen. Kështu që kur Bibla thotë syri nuk ngopet me të parë dhe veshi nuk ngjihet me dëgjuar, e ka fjalën edhe për ne. Edhe ne mund ta kemi të njëjtën dobësi, bilese kemi të njëjtën dobësi, vetëm një gjë që na ndihmon neve është fuqia e Perëndisë Frymë Shenjtë, i cili na jep atë frytin e vetkontrollit, që ne mund ta kontrollojmë trupin ton. Sepse këto janë dobësi që çdo njeri i ka, askush s'ka lindur i fortë. Ne gjithë lindim në dobësi. Ne lindim në mëkat. Mëkati është dobësia më e madhe, apo jo? Prandaj, duhet kemi shumë kujdes që edhe Bibla thotë që ai që thotë që po qëndron duhet ketë kujdes kur mburet se po qëndron se mund të rrëzohet. Kështu që është një keqje në fakt e madhe që ka kapluar gjithë njerëzimin dhe po shkatron njerëzimin nga dita në ditë. Pra, e mira e celularit është nëse ne e përdorim për të ushqyer marrëdhëniet tona me të tjerët. Kjo është gjë e mirë. Pra,
kur flas me prindrit që i kam larg, kur flas me familjar që nuk i kam këtu, domethënë ose si janë në njëjtin qytet, atëherë të ndihmon, apo jo, celulari është një ndihmë. Kur e përdorim për shembull që ç'kemi, a do dalim për një kafe, përdor për të takuar fizikisht, kjo është një gjë e mirë. Por nëse për shembull, kjo është ana pozitive e përdorimit, por ajo çfarë është negative është që kur celulari bëhet një vend ku ti ushqehesh, ku ti ushqen çfarë do lloj oreksi që të vjen, për shembull oreksi për argëtim, ose kur ne përdorim celularin thjesht për ta shtyr kohën, sepse nuk po gjejmë diçka më produktive, më pozitive në jetën tonë, ose nuk po ndërlidhemi me të tjerët, por thjesht po bëjmë atë që po rrotullojmë atë pjesën e ekranit, po bëjmë scrolling, dhe informacionet si thash janë të pafund, del njëri flet, del tjetri flet, pafund, miliarda njerëz janë aty. Dhe po dëgjoja një person që thoshte që ne nuk jemi të krijuar që të dim për gjitha gjërat që ndodhin në botë, sepse kjo është pjesa e Perëndis. Perëndia di gjithçka. Nuk e ke kapacitetin, asun se kam kapacitet mendor që të di, çfarë po ndodh tani në Ukrainë, çfarë po ndodh tani në Amerikë, çfarë po ndodh në Azi, çfarë po ndodh. Ky nuk është kapaciteti njerëzor, ky është kapaciteti i Perëndis. Perëndia merret me gjithë botën, po jo ne. Kapaciteti ynë mund të jetë, nëse jeton fshat, i dish vetëm ato njerëz të fshatit, kush është kush, çfarë po bëjnë tjerët, të bësh punën tënde dhe kaq është kapaciteti, nëse do të jetosh, le të themi, një jetë produktive. A nëse fillon u marr prej as deri te zh-ja, atë djalli në një farë mënyrë ka fut në kurthin e tij, sepse djalli, nëse e keni idenë se çfarë ishte dëshira e tij parsorë, ishte që të ishte si Perëndia. Kjo ishte. Ai s'mund të jetë si Perëndia, por kjo ishte dëshira e tij. Ai nuk i ka atributet e Perëndis. Vetëm Perëndia është i gjithdijshëm. Kështu që çfarë do bëj, do na bëj edhe neve si vetja, do të di për gjithçka, çdo gjë. Kështu që ne duhet ta rezistojmë, kjo është një gjë djallëzore, duhet ta rezistojmë edhe të mos fusim hundët ku nuk na përket. Nuk duhet të dim gjithçka dhe nuk duhet të dim për çdo gjë. Kur njerëzit thonë duhet jesh i mirë informuar, po, jam i mirë informuar për familjen time, për jetën time. Po jo çfarë bën tjetri, si shpenzon lekët tjetri, sa e ka rrogën tjetri. E kuptoni, këto janë budalliqe që nuk më përkasin mua dhe s'duhet na përkasin ne. Kështu besoj, kjo është ajo çfarë dhe fjala e Zotit na mëson. Haleluja. Kështu që kjo ishte në lidhje me atë çfarë Unë besoj që kjo është një nga sulmet që i kanoset kishës, edhe ne jemi në sulm në një farë mënyre, si kish, ku njerëzit më shumë po shkojnë drejt botës virtuale dhe po humbin kontaktet me njerëzit, nuk din as më si të komunikojnë me njerëzit, nuk kanë as mirësinë, për shembull, edhe fëmijët më nuk përshëndesin, le të themi, pallat, fëmijët nuk përshëndesin më të rriturit. Kur shkon në autobus, të rinë nuk ngrihen kur shohin një plak që ulet. Domethënë kanë humbur plotësisht, po humbin vlerat dhe kjo është për shkak të ndikimit negativ që ai për shembull kur ulën celular ai shikon asgjë më. Jo më një plak që po hyn ose e shikoni se ku po shkon kjo. Dhe ne si besimtar të krishterë duhet të jemi të parët që duhet të themi që jemi të çliruar nga ky lloj vesi i të pasurit të celularit në çdo moment, në çdo kohë, edhe të lidhur tër kohën, edhe duke kërkuar gjërat që kërkon gjithë bota. Pra, ne jemi gjithashtu në rrezik që të bëhemi pre e varësive, që është një ndër varësitë më të rrezikshme, është varësia ndaj celularit, varësia ndaj internetit. Kështu që let mos i mbyllim syt kur e shikojmë që rreziku është aty. Por përkundrazi duhet jemi të zgjuar, duhet jemi edhe më ndihmues ndaj njëri tjetrit, që ta vendosim njëri tjetrin domethënë atë ta vendosim njëri tjetrin para përgjegjësisë, sepse secili prej nesh ne kemi përgjegjësi. Dhe përgjegjësia jonë e parë është që të ndjekim Zotin si të krishterë. Dhe nga njëherë kur jemi në kontakt me njëri tjetrin, kur bëjmë pyetje më serioze me njëri tjetrin, ne vendosim njëri tjetrin edhe para përgjegjësisë, që jemi duke bërë atë çfarë Perëndia na ka thirrur që të bëjmë. Fillimi i çdo ndryshimi pozitiv në jetën tonë fillon në momentin që ne kuptojmë seriozitetin e problemit që kemi. Pra fillimi i çdo ndryshimi pozitiv në jetën tonë fillon në momentin që ne kuptojmë
seriozitetin e problemit që kemi. Për shembull, përderisa ne mendojmë që kjo varësi nuk na pengon ne, varësia ndaj celularit, ose mos më prish punë, ose unë jam fuqishëm mjaftueshëm për ta ndaluar, unë kam kontroll mbi celularin, dhe çfarë do lloj arsyetimi tjetër që ne përdorim, atëherë ne nuk jemi duke bashkëpunuar me Perëndim Frymë e Shenjtë, sepse ai në fakt është përkrahasi ynë në rrugën drejt çlirimit dhe lirisë së vërtetë. Ai nuk na përkrah në orekset tona dhe në varësitë tona, nuk na përkrah Fryma e Shenjtë. Fryma e Shenjtë të përkrah kur ti do të çlirohesh, kur ti do të jetosh në liri. Por nëse ti thua jo, se kam problem celularin dhe harxhon me orë të tëra para celularit, atëherë kjo është një vetmashtrim. Edhe Bibla gjithashtu flet për mbi vetmashtrimin, që vëllezër, kujdes mos u mashtroni. Pse? Sepse ekziston mundësia edhe të mashtrosh veten. Prandaj është e rëndësishme kisha, sepse kisha ka njerëz të tjerë të cilët ti mund ta reflektosh ecjen tënde, edhe tjetri mund ta shoh dobësinë tënde të thotë vlla, motër, nuk më duket që je duke ecur ashtu si Perëndia të ka thirrur që të ecësh. Kam lexuar për organizatën Alkoholikët Anonim, AA quhet, Alcoholics Anonymous, dhe kushdo që merr pjesë, që ka varësinë e alkoolit, kushdo që merr pjesë ose do të marr pjesë në një grup të AA-s, patjetër duhet të identifikohet me problemin, duhet ta pranoj që e ka problemin. Nëse ti shkon aty dhe ti thua jo, unë s'jam i alkoolizuar, ti nuk mund të jesh pjesë, sepse së pari për të pas një ndryshim në jetën tënde ti duhet ta pranosh problemin. Si mund të ndryshoj dikush që se pranon që ka problem? Kështu që edhe ata kur futen në një grup që është një grup restaurimi, fillon me prezantim. Unë jam filani, nga këtu, quhem kështu, dhe unë jam i alkoolizuar. Ose unë e kam këtë problem. Nëse nuk arrinte kjo pika me identifiku problemin, nuk mund të marr pjesë fare në restaurim. Dhe unë besoj që kur ne themi se nuk kemi një problem të caktuar, dhe të tjerë në ndërkohë shohin që ne e kemi, atëherë në fakt kemi të bëjmë me një vetmashtrim. Kemi të bëjmë me një mohim të realitetit, dhe pastaj varësia e ka atë tendencën që na çon në një mohim edhe më të thellë. Dhe unë mendoj mjera e njeri që nuk ka asnjë në afërsinë e vet, që ti flas atij ose asaj kur gjërat nuk janë në rregull. Dhe sot në Shqipëri për fat keq kemi shumë njerëz të tillë që kërkush si flet që s'janë në rregull, edhe ata vazhdojnë rrugën e tyre. Por mendoj që ata e më të mjerët, jo këta tjerët, po ata. Prandaj, tema për sot është një varg nga fjalët e urta, dhe nga ai varg bazohet që ka të bëjë me ruaje zemrën tënde dhe ruaje familjen tënde të besimit. Në fakt, unë kam pas privilegjin që për një javë të jem në një seminar në Austri në lidhje me këtë temë, edhe si tha Zoti, falas merrni edhe falas jepni. Kështu që ne mund të japim atë çfarë ne kemi brenda zemrave tona, dhe kjo është mënyra se si duhet bërë gjithmonë. Gjithmonë du t'japim nga atë çfarë Perëndia ka vendosur në zemrën tonë. Tek fjala e Perëndis, ne shikojmë te Romakët 12 vargu 11 thotë kështu: Mos u tregoni të përtuar në zell, thot apostulli Paul, jeni të zjarrt në frym, shërbeni Perëndis. Pra mos u tregoni të përtuar në zell, jeni të zjarrt në frym dhe shërbeni Perëndis. Kjo jeni të zjarrt në frym është pikërisht gjendja në të cilën çdo i krishter duhet të jetë. Dhe duhet ta dëshirojmë këtë, ne duhet dëshirojmë që të jemi të zjarrt në frym. Pavarësisht situatave, sfidave që jeta na sjell, ne duhet dëshirojmë që të jemi në këtë nivel. Derisa Pali po thotë jeni të tillë, normalisht brenda kish mund të kishte edhe njerëz që ishin të zjarrt në frym, por ai po thotë që ky është niveli që ne duhet ta kërkojmë, të jemi të zjarrt në frym. Dhe kur fjala e Zotit thotë ruaje zemrën tënde, Bibla na udhëzon që zemra në fakt nuk është zemra fizike apo jo, por po flet për frymën. Dhe kur Pali po thotë jeni të zjarrt në frym, po thotë jeni të zjarrt në zemrën tuaj, në qenien tuaj, në njeriu tuaj të përbrendshëm. Kështu që prioriteti kryesor, një prej më të rëndësishme në jetën e çdo besimtari është që të ruaj zemrën e tij, të ruaj zemrën e saj. Kjo është një gjë tepër e rëndësishme. Nuk mund ta anashkalojmë dhe nuk mund ta zëvendësojmë asnjë prioritet tjetër.
Kur Biblia pra flet për zemrën, ajo nuk e nënkupton pra organin fizik, por e nënkupton frymën e njeriut. Sepse po t'ishte që Biblia nënkupton zemrën, ne e dim që në rast se sulmohet trupi i njeriut, le të themi nëse ka një goditje në kokë dhe pson truri, atëherë truri është më i rëndësishëm se zemra, sepse nëse truri pson, zemra nuk hyn pastaj në asnjë funksion, sepse ti do jesh në një gjendje vegetale dhe zemra do jetë thjesht një pompë, nuk do hyj fare në funksion. Pra Perëndia nuk e ka fjalën për zemrën fizike, po e ka fjalën për njeriu tënd përbrendshëm, për frymën tënde. Pra ajo çfarë është e rëndësishme është që neve ta kuptojmë se si dhe qysh, domethënë çfarë duhet të bëjmë për ta ruajtur zemrën tonë. Fjala e Perëndis na thotë që njeriu është krijuar nga Perëndia dhe i ngjason Perëndis, është në shëmbulltyrën e Perëndis dhe është një shkrirje e thellë e trupit, shpirtit dhe frymës. Dhe vetëm vdekja fizike mund të ndajë këto tre përbërës. Por në jetën tonë normale, këto të tre përbërësit e qenies son janë të lidhur, janë të shkrirë me njëri tjetrin. E vetmja gjë çfarë fjala e Zotit thotë për ndasimi midis frymës dhe shpirtit është ndasia që fryma e Zotit e bën përmes fjalës së Zotit për të treguar ty nëse diçka është nga fryma, është frymërore ose nëse diçka është shpirtërore. Por jo që Biblia thot është si shpata me dy presa, fjala e Perëndis, e bën këtë ndarjen, po jo që të ndan ty dhe ta heq shpirtin ose jo. Domethënë shpirti, fryma dhe trupi janë të ndërlidhura fuqimisht, dhe vetëm vdekja i ndan përfundimisht, okay? Por ajo çfarë neve duhet të kemi parasysh është që duke qenë që jemi qenie frymërore dhe fjala e Zotit po thot ruaje zemrën, atëri bie që fjala e Zotit thotë ruaj frymën tënde, ruaj njeriu tënd përbrendshëm. Kjo është përgjegjësia jote dhe përgjegjësia ime dhe përgjegjësia e çdo besimtari. Te letra e parë e Selanikasve 5:23, fjala e Zotit thotë Perëndia i paqes ju shenjtroft ai vetërsisht dhe gjithë fryma juaj, shpirti dhe trupi të ruhet pa tëmet për ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht. Pra pjesa më e rëndësishme që njëson është fryma jonë, është thelbi i asaj kush ne jemi. Dhe trupi është thjesht një tendë, thot fjala e Zotit, dhe ne e dimë që tenda është diçka e përkohshme. Kur shkojmë me pushimin e marrim tendën, e hapim, kur mbaron pushimi e palosim dhe e lëm deri në pushimin e radhës. Pra tenda nuk është diçka e përhershme. Por fryma dhe shpirti ynë janë ato që vazhdojnë rrugtimin drejt përjetësisë, qoftë për ta takuar Perëndin, ose qoftë për të shkuar në një largim të përjetshëm në flakët e ferrit. Dhe fryma në fakt, fryma jonë është ajo që kupton nëse jemi të shpëtuar ose jo. Nuk është mendja. Prandaj edhe nëse kemi dyshime në mendjen tonë në lidhje me shpëtimin, është në fakt fryma jonë që e kupton nëse jemi të Perëndisë ose jo. Këtë thotë edhe fjala e Zotit tek Romakët 8:16 thotë vetë fryma i dëshmon frymës son se ne jemi bijtë Perëndisë. Pra kushdo që ka lindur sërish në frymën e tij e kupton nëse i përket ose jo Perëndisë. Nuk është me mbusha mendje, apo jo. Dhe ne gjithë e dim kur kemi lindur sërish, kur kemi pranuar Jezusin si Zotin e shpëtimtarit ton, ka ndryshuar brenda ka ndryshuar diçka. Amen. Mendja me mendjen kemi duhet me punu dhe ende punojmë, por atë ndryshim brenda s'ka mundësi me mohumë, sepse Krishti ka ardhur në zemrat tona. Haleluja. Amen. Kështu që sfida më e madhe për ne si të krishterë është në fakt që të mbajmë zjarrin e frymës në zemrën tonë. Të kemi zemrat tona në zjarr, të kemi frymën tonë në zjarr për Perëndin. Dhe t'jesh i zjarrt në frymë për Perëndin. A nuk është kjo ajo gjë që zemra ime kërkon? A nuk duam ne që t'jemi të mpret në jetën tonë frymërore? A nuk duam ne që të qëndrojmë vazhdimisht të zgjuar dhe të kemi një marrëdhënie të shëndetshme me Atin Perëndi? Për mua kjo është dëshira e zemrës sime dhe besoj që është dhe do jetë dhe ka qenë dëshira e çdo shenjtori që ka jetuar në këtë tokë. Pra të jemi të zjarrt në frymën tonë, në zemrën tonë për Perëndin. Apostulli Paul, pas një kohë shërbimi në kishën e Efesit,
I mblodhi drejtuesit e kishës atje dhe u dha një predikim të fundit, sepse i tha atyre që nuk do më shihni më, nuk do ta shikoni fytyrën time më. Kështu që zakonisht kur japin fjalët e fundit ose kur themi amanetin, njerëzit bën me 4 sy, me 4 vesh për dëgjuar dhe për të parë se cilat do jenë fjalët e fundit që ky person mund të thotë. Edhe në këtë predikim unë shkëpus një pjesë të vogël të predikimit të fundit për Efesianët, edhe Pali thotë të Veprat e Apostujve 20 vargu 28 thotë kështu: Tregoni kujdes pra për veten tuaj dhe për gjithë tufën, në mes të cilës fryma e shenjtë ju ka vënë si kujdestar, që të kullotni kishën e Perëndisë, të cilën ai ka kfituar me gjakun e tij. Pra Pali po këshillon udhëhecit, drejtuesit e kishës, jo thjesht besimtarët, po këto janë udhëhecit e kishës dhe po i thot, tregoni kujdes pra për veten tuaj. Kjo është e para. Para se ne të kujdesim për të tjerët, ne du të kujdesim për veten tonë, thot Pali. Sepse nëse s'kujdesesh për veten tënde, ti nuk mund t'jesh kujdestar i mirë për të tjerët. Si në një familje, nëse prindrit nuk kujdesin fillimisht për veten e tyre, si mund të kujdesen për fëmijët? Së pari duhet kesh kujdes veten tënde, se nganjëherë prindi mund të bëjë edhe këtë gabim, që sakrifikohet në maksimum për fëmijën dhe e prish veten e tij ose e prish veten e saj, duke i dhënë më tepër se ç'duhet rëndësi fëmijës, ndërkohë që ai vetë duhet të jetë mirë që të mund t'i shërbejë fëmijës. E dini, kur udhtoni me aeroplan, këshilla që jepet para se të filloj aeroplani të niset, dalin ato stewardesat e kanë atë maskën edhe thot, në rast të një gjë të papëlqyeshme, nxirrni maskën, së pari vendosni maskën e oksigjenit tek ju, pastaj vendosni maskën e oksigjenit tek tjerët kush mund të jetë aty afër, ndihmoni të tjerët. Pra, duket sikur ata e pas kanë kap mirë këtë varg biblik, mendo mas pari për veten, pastaj për të tjerët, okay? Kështu që edhe ne, së pari duhet vendosim të marrim atë oksigjenin qiellor vet dhe pastaj të kujdesim që tjerët të marrin këtë oksigjen qiellor, këtë prani të Zotit në jetën e tyre. Pra, Bibla është shumë e qartë për sa i përket jetës sonë frymërore, se kush e ka e përsin. Je ti i pari. Në jetën tënde je ti i pari që duhet kujdesesh për veten tënde, që të mund kujdesesh për të tjerët. Dhe normalisht Pali po i flet drejtuesve sepse ai e din që i ligu do i sulmoj drejtuesit mas pari, pastaj do shkoj të sulmoj tufën, sepse ai e din që nëse erxon një drejtues, gjasat janë mund të shkatrojnë një kishë. A nëse erxon thjesht një besimtar, nuk ndodh nëse le të themi erxon një besimtar të kishës, nuk është ndikimi aq i madh sa të erxoj një drejtues në kishë, sepse drejtuesi ka shumë më tepër ndikim. Edhe shpesh ndodh që kur drejtuesi bie, njerëz largohen nga kisha. Mund të lexoni gjithë historinë e kishës, edhe në ditët e sotme ku kanë rënë disa nga predikuesit e famshëm të krishterë, pothuajse me mijëra ose qindra njerëz janë larguar për shkak se ai person ka rënë ose është kapur në një mëkat, edhe ka rënë. Kështu që Pali thot qartë, i thot që keni kujdes, merruni së pari me zemrën tuaj dhe pastaj merreni me të tjerët. Te Fjalët e Uta 4:23 Biblia thot: ruaj zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Ruaj zemrën tënde me shumë kujdes. Pra kush duhet ta ruaj zemrën time? Unë. Jo dikush tjetër. Unë duhet ta ruaj zemrën time. Dhe si duhet ta bëj këtë? Me shumë kujdes. Me shumë kujdes. Pra, nëse ka diçka në jetën tonë që duhet të ruajmë, është njeriu ynë i përbrendshëm. Fryma jonë. Atë që Biblia e quan zemër. Qëndra, thelbi asaj kush ti je në Perëndin, kush ti je në karakter, sepse karakteri është thellë çfarë ti je brenda, nuk ka të bëjë thjesht me sjelljen tënde. Është qenia jote e përbrendshme dhe këtë thot Biblia duhet ta ruash me shumë kujdes. Dhe pse duhet ta bëjmë këtë? Pse duhet ta ruajmë zemrën tonë? Sepse ne në fakt jemi në një territor armiqësor, ka shumë njerëz jashtë në këtë botë që janë pjesë e një mbretërie ku sundon mamoni ose paraja,
ku standardet e kësaj mbretërie janë gjithmonë duke na sulmuar neve si besimtar në çdo aspekt, qoftë në anën e moralit, qoftë në anën e vlerave, qoftë në anën e mënyrës si edukojnë njerëzit, qoftë në anën e shëndetësisë, qoftë në anën e mirëqenies son, qoftë në anën e financave tona, domethënë është një botë tjetër që vazhdimisht na sfidon dhe na sulmon dhe përpiqet të prish standardet që Perëndia e ka vendosur në fjalën e Tij. Pra ne nuk jemi të përjashtuar nga sfidat e jetës, por përkundrazi, Perëndia në fjalën e Tij po na inkurajon se për çfarë duhet të kemi kujdes më shumë se çdo gjë tjetër. Pra fryma jonë është pjesë e qenies sonë që ka atë kapacitetin të besoj. Edhe ne e dimë që ajo që e mposhtë botën është besimi ynë. Okej? Kështu që nëse ne me frymë, se Bibla thot me zemër njeriu beson, atëherë ti duhet kujdesë shumë për zemrën tënde, sepse kjo është e vetmja gjë brenda teje që ka aftësinë të besoj. Ne nuk mund të besojmë me mendjen tonë, ne nuk mund të besojmë me trupin tonë, ne besojmë me zemrën tonë. Prandaj duhet të ruajmë atë organ, atë pjesë të qenies sonë me cilën ne mund të besojmë tek Perëndia, me cilën ne mund të pranojmë fjalën e Zotit, se fjala e Zotit futet ku? Në zemrën tonë mbillet. Nuk mbillet thjesht në kokën tonë, po mendja jonë transformohet përmes fjalës, po fara e Zotit duhet mbillet në zemrën e njeriut, në frymën e tij që t'jap fryte. Prandaj ne duhet gjithmonë të ruajmë zemrën tonë, të mos lejojmë që i ligu të mbjell fara aty që dalin pastaj, sepse po në një shpjegim që pash nga ky pastori që po bënte seminar, ai krahasoi kështu, tha, shiko, kur ke një ves që sapo ka nisur është si një bim. Jeni parasysh si një bim që sapo është mbjellur aty. Edhe shumë më lehtë ta kapësh bimën, ta nxjerrësh bashkë me rënjë dhe ta hedhësh. Por nëse ajo bima ri aty dhe është me vite duke ushqyer, duke rrit, ajo do t'i lëshoj rënjët. Dhe ajo bim, ai fidan mund të bëhet një pemë e madhe pastaj në jetën tënde. Edhe nuk mundesh me shkul mo, duhet të vi me një ekskavator, ndoshta me nxjerr gjithë atë pemë që është bër, apo jo. Do thotë që sa më parë që ti kap problemet, veset, gjërat që i ligu po përpiqet mbjell, aq më lehtë është për ti shkulur ato me rënjë, si thotë edhe Perëndia. Por nëse ti le në fshehtësi dhe nuk lejon që vëllezërit, motrat të bashkëveprojnë me ty, që të flasin, ti flasin jetës tënde, ato problemet e tua do bën aq të rënjosur athell, do jetë shumë vështirë për ti shkul pastaj, do duhet një ndërhyrje hyjnore nga qielli për të shkul 1 ose 2 ose 3 nga ato pemë që janë bërë nga fidanet. Pra Perëndia dëshiron që mendja jonë dhe trupi ynë t'i nënshtrohet frymës. Në momentin që mendja dhe trupi ynë nuk i nënshtrohen frymës, atëherë çfarë ndodh? Ndodh ajo që Bibla e quajnë të ecësh në mish. Dhe kur ecim në mish, ne do jemi në armiqësi me Perëndin dhe rezultati i ecjes në mish do jetë vdekja. Dhe përveç turmës së njerëzve që na rrethon vazhdimisht në jetën e përditshme, ne kemi edhe armiq frymëror. Përveç njerëzve që i shërbejnë të ligut, ne kemi edhe vetë të ligun dhe frymrat e këqija që përdorin strategji të ndryshme për të na rrëzuar ne. Ai do patjetër që na eliminojnë ne. Ai do që të na largojë nga garat, na pengoj që ne ta mbarojmë vrapimin tonë. Dhe tek Efesianët kapitulli 4, vargu 27 thot, mos i jepni vend djallit. Mos i jepni vend djallit. Do thot, nëse Biblia thot, mos e bëj këtë, atëre ke ti në dorë. Jo dikush tjetër. E ke ti, ne kemi në dorë, a do t'i japim vend djallit në zemrën tonë, apo nuk do t'i japim vend djallit, sepse djallit do territor, djallit do që të fus këmbën. Dhe moment që e fut këmbën, ai do të futet pastaj i gjithi. Kështu që neve e kemi atë autoritetin, themi jo, stop, nuk do të lejoj ty Satan që të hysh në jetën time dhe të mbjellësh plehrat e tua dhe të vish me standardet e tua dhe të më mposhtësh mua. Pra ne kemi në dorë. Biblia thot mos i jep vend djallit. Djalli nuk është i ftuar në jetën tonë. Apo jo? Ai, çfarë thot Biblia? Biblia thot që djalli është vjedhës. Dhe unë nuk di vjedhësit që vinë dhe të lajmërojnë para se vinë me të vjedhë. Nuk kam taku asnjë hajdut që të vjen dhe të merr telefon, sot në ora 2 do vi te shtëpia jote dhe do të vjedhësh, kështu që sigurohet mos jesh aty. Nuk ka një gjë e tillë. Vjedhësit zakonisht vinë pa pritur. Edhe vinë ato kohë ku ti asgjë mendon që do vinë. Edhe ata vëzhgojnë moment kur ti ndoshta s'je në shtëpi.
Ata ndoshta janë duke studiuar ty me ditë, ose shtëpinë tënde me ditë caktuara, edhe e dinë që në këtë orar filani s'është aty, në këtë orar ai është në punë, ose në këtë orar është natë, nuk na kapin kamerat. Domethënë kanë strategjinë e tyre. Edhe djalli ka strategjinë e tij. Ai nuk ka lindur dje, ai ka me mijëra vite që është krijuar. Kështu që ai ka strategji për çdo njeri. Okej, dhe a e di dobësitë e njerëzve, a e di se si ne mund të rrëzohemi, a e di se ku jemi më të dobët. Kështu që ne nuk po punojmë me dikë që është budalla, ne po punojmë me një armik që vetëm me ndikimin e frymës së Shenjtë mund ta rezistojmë dhe mund ta mposhtim. Nuk mund ta mposhtim me urtësi njerëzore, sepse ai ka më shumë se urtësi njerëzore. E kuptoni? Kështu që fjala e Zotit na tregon që neve duhet jemi gati, neve duhet jemi të zgjuar, kështu thot Bibla, duhet jemi të zgjuar për armikun ton, sepse ai pret kohën më të mirë dhe hyrjen më të lehtë për në jetën tonë. E dini, në kohët e vjetra njerëzit jetojnë nëpër fortesa ose kështjella, të cilat ishin trethuara mirë. Dhe armiku nuk i sulmonte ditën, po i sulmonte natën, kur gjasat ishin më të mira përfitore. Dhe nuk hynin drejt për drejt në hyrjen kryesore, po shikoni për ndonjë të qartë e muret rrethuese, shikoni për ndonjë tunel nën toksor se si mund të futeshin brenda kështjellës, pra punohej në prapasken për gjetur pikën më të dobët që kishte kështjella dhe kohën më të volitshme për ta sulmuar. Dhe djalli nuk ka ndryshuar strategji. Ai shikon kohën kur ti je më i dobët, qoftë fizikisht, qoftë shpirtërisht, edhe ai në atë kohë të sulmon. Djalli nuk të sulmon në çdo kohë. Ai pret momentin kur ti je i dobët. Ai pret momentin kur ti je i pavëmendshëm. Ai pret momentin kur ti ul mbrojtëset e tua, kur ti nuk e merr armatimin e Perëndis, kur ndoshta ti ke pushuar suluturi, kur ti ndoshta ke kohë që se lexon fjalën e Perëndis, ke kohë që sa dhuron fare Perëndin. Ardha në kish nuk e bën një besimtar të fortë. Ardha në kish është rezultati një jete që besimtari bën gjatë javës. Okay? Nuk është kjo të ndihmon, por nuk të bën kjo të fortë. Është sikur ti thua një fëmijë, çuni, djali jam, një sandviç në javë dhe mirje do t'ja dalësh tër javë, ai sandviçi çtun do jetë super i madh, gjigant. Pa një barkë ka, as do të mbaj, okay? Ai ka nevojë të hajë të dielën, ka nevojë të hajë të hënën, edhe kush mund të jetë, si ishte ajo historia që tregojnë për personin që ishte në garën e qenve, edhe kishte 2 qen të tijët, edhe ato garonin kush do ta mposhte tjetrin, cili qen nga 2 qenët që i kishte në zotrim do ta mposhte tjetrin. Edhe pyesin këtë pronarin, si është e mundur ti gjithmonë e din se cili nga qenët e tu do të fitoj? Apo normalisht që e di. Dhe si e di ti? Po ai që fiton është ai që ushqej. Këtë tjetrin e lë pa ushqim, edhe gjithmonë fiton ai që është i ushqyer. Kështu që ka një llogari këtu, apo jo? Nëse ne jemi të ushqyer, jemi të fortë në frymë, djalli nuk mund na përpisi, thot fjala e Zotit, se i ngjecëm fyt. Haleluja. Amen. Pra ka rëndësi që ti dhe unë duhet të në procesin e ruajtjes së zemrës, ne duhet të analizojmë cilat janë dobësitë e mia, sepse kjo është një luftë frymërore, dhe nëse ti, siç e thash në fillim, refuzon të pranosh dobësinë tënde, atëherë ti tashmë ke një disavantazh ndaj djallit, se djalli e di dobësinë tonë. Ai nuk është i verbër, ai na shikon, ashtu si Perëndia na shikon. Dhe bota frymërore na shikon. E keni parasysh kur bitë skevës përpiqeshin të nxjerrin jashtë demonët, ishin 7 vëllezër, përpiqeshin të nxjerrin jashtë demonët dhe thoshin, "Në emrin e Jezusit që pali predikon." Dhe fryma nga njeriu i pushtuar u kthye, "Jezusin e njoh, palin e njoh, kush jeni ju?" S'ju njoh fare, domethënë nuk ju njoh si njerëz që keni autoritet në frymë. Edhe i dhani dajak të mirë aty, fryma përmes këtij personi të pushtuar, edhe ata ikën, të friksuar. Okay? Kështu që edhe në botën frymërore ne nuk mund gënjejmë, ne mund gënjejmë botën fizike, por botën frymërore nuk ka mundësi me gënjy, sepse gjithë e njohin njëri tjetrin. Gjithë e njohin njëri tjetrin në frymë. Prandaj, kur djalli shikon pikën tënde më të dobët, ai të sulmon pikërisht aty. Ndoshta celulari është pikërisht dobësia jote. Aty ai ka për të sulmuar. Kur ti je i lodhur shpirtërisht, në një vend në shtëpi ku tjerët nuk të shikojnë, ai do të shtyt ty të shikosh gjëra që nuk janë të mira, ose drejton në faqe internetit që janë jashtë standardeve të Perëndis.
dhe ti pastaj bashkë me mua ne mëkatojmë. Ose të tërheq kur ti ndoshta je i lodhur nga puna në darkë, vjen i lodhur dhe mbrojtja jote është në minimum, energjitë tua janë të harxuara, edhe aty ai mund të godas, edhe mund të sulmoj dhe ti bjen. Tani mund të jetë kjo që ti ke probleme me zemrimin, mund të kesh probleme me inatin, mund të kesh problem që flet më tepër se ç'duhet, edhe kthehesh i lodhur nga puna, edhe për shkak se mbrojtja jote është poshtë, ai ta caron me një fjalë që thot dikush në familje, edhe ti e çlirohe pastaj gjithë arsenalin tënd. Edhe më katon, edhe pastaj s'ngelet asgjë, kur shkon para Zotit që më thon Zot më fal, edhe prap ti lutesh Zot më çliro. Pra djalli e din dobësinë tënde. E ti duke e ditur dobësinë tënde ose dobësitë tua, se unë besoj që ne kemi më shumë se një dobësi, nuk është vetëm një dobësi, duke i ditur dobësitë tona, ne duhet të para përgatitemi sepse ai aty do na sulmoj. Mund të jetë problemi yt, mund të jetë ankthi, mund të jetë frika, mund të jetë keq menaxhimi financiar. Dini sa njerëz kanë probleme financa sepse nuk i menaxhojnë siç duhet. Për shembull, ti mund të blesh dhe shpenzosh lekët në produktet sot online, është shumë lehtë për të harxuar lekët dhe mund të harxosh për produkte që s'ke fare nevojë për to dhe të shkon rroga dhe pastaj me çfarë do haj familja, se e harxove gjithë rrogën në budalliqe, në gjëra të parëndësishme. Ose të mos flasim për bigjozin. Sa njerëz e kanë çuar dhe e çojnë gjithë rrogën e tyre tani që bigjozi është për online. Edhe ju ikën gjithë parat. Pra kjo mund të jetë një dobësi apo jo, mund të jetë dobësi e një personi dhe djalli pikërisht aty shkon kur ti je i dobët fizikisht, nuk e lutur, nuk e kërkuar Perëndin, edhe aty të godet edhe të vjedh çfarë ke, edhe pastaj të bën që ndjesh shumë keq, normalisht do ndjesh shumë keq, por prish edhe familjet, prish marrëdhëniet me të tjerët, ka shumë probleme. Tani të mos flasim edhe për kurthet pasive që janë të gatshme, që janë në shoqërinë tonë, janë tashmë të vendosura nga djalli, por një krishter nuk duhet i frekuentojë ato ose duhet i qëndroj larg këtyre gjërave. Për shembull, ne e dimë që këto gjëra janë nga djalli, s'ka nevojë që na thot bota këto. Kazinot, këto janë vepra të djallit. Okej? Lojrat e fatit, këto janë vepra të djallit. Bastet sportive, këto janë vepra të djallit. Klubet e natës, këto janë vepra të djallit. Klinikat e abortit, këto janë vepra të djallit. Faqet pornografike në internet, këto janë vepra të djallit. Klube që shërbejnë tërkohën pi alkoolike, duhanin, edhe shumë gjëra të tjera, kanabise të ngjashme me to, bara të ndryshme, këto janë vepra të djallit. Shitësit e kokainës, shitësit e heroinës që janë qytet, këto janë njerëz të djallit. Bankat e ndryshme, nga njëherë dhe bankat janë institucione të cilat inkurajojnë që ti të marrësh kredi, që ti të marrësh karta krediti, që të futesh në borxh, ata e dinë sa e ke ti limitin, edhe ata të inkurajojnë që ti të paguash me borxh gjëra të ndryshme, kartat e kreditit, siç janë ato, pastaj ti duhet të futesh në borxh dhe ti duhet të kthesh shumë më tepër se çfarë ke marr. Ata duke e ditur, më kujtohet një herë kur erdhi Drenda Kësi këtu dhe ishin sapo zbriti nga aeroplani edhe po i reklamonte një bank nga këto banka tona, ato kartat e kreditit. Tha djalli pas ka ardhur edhe këto. E unë thash, e pyeta çfarë do të thuash, djalli ka ardhur këtu, tha. Po ja, shikoj tha kartat e kreditit, tha. Ato tha nuk janë nga Perëndia. Pse tha? Sepse në gjithë Amerikën, po thu nuk e di se sa shpesh ndodh brenda muajit që bankat vinë dhe të ofrojnë ty merre këtë kartë krediti. Merre këtë, mund të marrësh borxhe deri në 10.000, 20.000, nuk e di se sa lek, se duan të fusin çfarë? Në kurth. Që ti pastaj tërë jetën të punosh për ta, për këto pronarët e bankave që janë me miliona, fitojnë edhe jetojnë nga varfëria e njerëzve që nuk kanë. Qendra tregtare, a keni menduar ndonjëherë që qendra tregtare mund të jenë gjithashtu vende që djalli i nxit? Pse? Sepse ato janë qendra që nxisin çfarë? Materializmin. Të kesh sa më tepër gjëra, të blesh gjën e fundit. Për shembull, keni televizor dhe themi sa mund të jetë sa inç, del modeli tjetër, duhet ta kesh këtë, s'mjafton ky, duhet ta kesh këtë më të madhin, duhet të kesh celularin e fundit. Domethënë ato inkurajojnë çfarë? Botën e materializmit, pangopsia.
Si thoshte predikusi, një nga predikusit e famshëm, Lester Sumrall, thoshte kështu: një herë në vit shkoj në qendrën më të madhe tregtare në qytetin tim. Edhe bëj një xhiro, ama një herë në vit tani, jo si ne. Një herë në vit, edhe bëj një xhiro në qendër tregtare, dhe masi kam shikuar gjitha tha, unë mund të jetoj pa gjitha këto gjëra. Edhe dalta. Haleluja. Vështirë se mund ta bëjmë ne këtë gjë. Por sidoqoftë, kjo është një realitet. Është një realitet, pra ka shumë vende në botën që po na rrethojnë, dhe ato në fakt paraqesin botën e errësirës. Edhe ne duhet kemi kujdes të mos shkojmë në to, të mos futemi në to, të mos bëhemi pjesë të tyre, edhe të limitojmë kohën, për shembull, edhe në qendra tregtare ose në gjëra që ne na duken shumë të pafajshme, ato kanë ndikimin, sepse ti ecën nga dyqan në dyqan dhe çdo dyqan po të thotë ty më blej këtë, merr edhe këtë, edhe ajo pangopsia, siç e lexuam që syt nuk ngopen kur, ajo do të ndikoj ty, nëse ti e shikon një reklam disa herë, mas një kohë ti do të ndosh, "Mare ta blej edhe unë këtë, se ndoshta më hyn punë." Edhe pse s'më hyn punë tani, po ndoshta më hyn punë më vonë. Edhe pastaj kur e shikon shtëpinë, për shembull ajo që më ka çudit për herë të parë në Amerikë, një ndër gjërat e çuditshme ishte që ata merrnin magazina me qira për të ruajtur gjërat e tyre, se kishin kaq shumë gjëra, nuk i zente gjithë shtëpia, edhe ata merrnin magazina me që depo për shembull, edhe i fusnin këto gjërat ekstra, i fusnin edhe i mbushnin këto shtëpi që kishin, edhe duke i mbushur edhe këto dhe paguanin qira për gjërat. Tash, hajde ku shkoka materializmi. Kjo është fryma e pangopsisë. Okay? Dhe neve si të krishterë ne duhet të inkurajojmë një jetë të thjeshtë, jo një jetë ku mbushem me gjana që s'kemi nevojë më për to. Kjo më ka ndodhur në Angli, që kur shkon nëpër shtëpitë e disa njerëzve, çuditesh nga gjërat që kanë dhe si nuk i përdorin. Pra, për ta ruajtur zemrën, nuk është një punë e lehtë. Okay? Sepse jemi të rrethuar me një shoqëri që vazhdimisht sulmon zemrën tonë, sepse do ta ketë, nuk do që zemra jonë t'i përkas Zotit. Prandaj edhe ne kemi në fakt një punë, kemi një thirrje. E keni parasysh këto gjëra që sapo ju përmenda, janë tamam si ato rrjetet që Marimanga i vendos. Marimanga nuk ritërkon rrjetin e saj. Ajo mund të ridikon, mund të largohet, edhe vetëm rrjeta është aty dhe vetëm kur e kap. Kështu që edhe djalli, gjitha këto gjërat, kazinot e këto që i ka bërë, ai nuk rin kazino, ai e ka bo ato, tash veç pret viktimën e radhës kur futet aty dhe bëhet viktimë aty. E kuptoni? Nuk është që ai është aty. Ai e ka kriju këtë gjë, ka shpik këtë gjë dhe tash shërptorët e tij vetëm e shumëfishojnë atë, po ai nuk është aty. Ai ka plane më të larta. Ai do të shkatroj kishën. Ai është duke sulmuar të krishterët, se ata vetë i ka futur në për lojrat e tij. Kështu që edhe ato insekte që kapen në rrjetin e marimangës, nuk e kuptoj me njëherë që do vi marimanga ka për t'i ngrënë. Ato mendojnë që janë duke luajtur në një rrjet që lëviz, por pas pak kohë vjen marimanga edhe i lidh edhe më shumë me rrjetin e saj. Pastaj i lë që të vdesin dal nga dal. Derisa të vdesin, pastaj shkon dhe i han. Kështu që edhe mëkati në këto kurthe pasive nuk është që ne do ta ndjejmë më njëherë pickimin e të ligut. Jo. Mund të ndodhë një kohë, se edhe vetë Pali thot Timoteut, mëkatet e disave nuk shfaqen më njëherë. Do kohë. Por neve duhet jemi të kujdesshëm për zemrat tona. Dhe pyetja që mund t'i bëjmë vetes është kjo: si jam unë? A jam mirë me shëndetin tim frymëror? A jam mirë në frymë? A jam mirë në shpirt? A jam mirë në trup? Sepse asnjë pjesë e imja nuk duhet të jetë territor për djallin. As fryma ime, as shpirti im, pra mendja, psiqika ime, dhe as trupi im nuk duhet të jetë vend ku djalli zë territor. Sepse çfarë do djalli të bëjë? Ai dëshiron që të neutralizojë ndikimin tënd. Ky është qëllimi. Pse ai na sulmon? Që ne të mos kemi fare ndikim. Për shembull, çfarë bën te një drejtues? E rrezon, edhe çfarë ndodh kur një drejtues rrezohet? Ai nuk ka më ndikim te njerëzit. Po ai mund të predikojë, po njerëzit nuk e dëgjojnë më. Po ai mund të jap këshilla shumë të mira, po njerëzit i kanë vënë vijën. Ti ke rënë, I'm sorry.
sepse gjëja më e vështirë për dikë si predikues ose drejtues është që të fitoj besimin e njerëzve. Në moment që besimi humb, fol sa dush ti. Për shembull, para disa muajsh, një predikues shumë i njohur në Amerikë u kap në një gjë jo të hishme. Dhe këtë gjë jo të hishme e kishte bërë kur ishte qenë i ri. Mund të ishte ndoshta 30-40 vjet më përpara. Dhe personi me cilin ai kishte abuzuar përfundimisht kishte folur. Kishte dalë publik, ai kishte mohuar që e ka bërë, por pastaj duke kërkuar dëshmi, e gjetën që ai në fakt e kishte bërë këtë gjë. Edhe e hoqën nga kisha, domethënë shumë njerëz nga kisha u ndjen të lënduar, disa janë larguar nga kisha, por përfundimisht tani gjykata kishte nxjerr që ai rrezikon dënim, nuk e di, me dekada dënim, domethënë shumë vite në burg për shkak të veprimit të tij. Ai ishte i famshëm, shumë i famshëm. Ai kishte kishën e madhe, është një ndër më të mëdha në Amerikë. Kështu që djalli nuk është gjithmonë të sulmon me një herë, ai pret. Nëse ti nuk merresh me dobësinë tënde, nëse ti nuk e ruan zemrën tënde, ai veç pret, është vetëm çështje kohe kur ka me të rrëzu. Por edhe djalli nuk sulmon me njerëz, ai pret që njerëzit me të rrit ti mu rrit me pas një ndikim sa më të madh, e kur e ke ndikim më të madh, atëherë të godet, bam, edhe bën që shumë njerëz të zhgënjejnë. Prandaj Zoti na inkurajon, ruaje zemrën. Kjo është detyra jote. Dhe Zoti thot, unë do të ndihmoj, por ama ti do të jesh njësh me mua. Ti do të bish dakord me mua, sepse kush mund ta ndihmoj më mirë se kush do tjetër për ta ruajtur zemrën? Perëndia mund të na ruaj. Perëndia, edhe ne nuk themi ne o Zot më ruaj, o Zot më mbroj. Pse? Sepse e dim që vetëm tek ai ne kemi mbrojtjen dhe sigurinë, apo jo? Kështu që është një bashkëpunim midis teje dhe Perëndis, midis dëshirës së zemrës tënde që të jesh i zjarrt për Zotin dhe dëshirës së vetë Zotit që të mbaj ty, të mbroj ty, të drejtoj ty dhe të kaloj kohë me ty. Haleluja. Mateu 22:37 do ta mbyll me këtë. Jezusi ka thënë kështu: duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Dhe ligji i Perëndis e thotë dhe me tërë forcën tënde. Pra ta duash Perëndin nuk është vetëm me frymën. Ta bësh me gjithë shpirtin, me mendjen tënde dhe me gjithë forcën tënde. Kjo është çfarë Zoti kërkon. Gjithë qenia jonë ta doj atë. Gjithë qenia jonë ta adhuroj atë. Por nëse nuk e ruajmë zemrën tonë, gjasat janë që i ligu na sulmon. Edhe ai dëshiron që të rrezohemi, po ne nuk do t'japim këtë kënaqësi, përderisa e kemi mbrojtjen e Zotit, përderisa e kemi Perëndin frymën e shenjtë që është ndihmuesi ynë na përkrah në gjërat e duhura, nuk do t'japim djallit kënaqësinë që të na rrezoj. Po Bibla thotë që i drejti rrezohet 7 herë, por ngrihet prap, se Zoti është ai që e ngren. Pra nuk po them për një jetë pa rrezime, por po them për një jetë që të mos i japim vend që djalli të hyjë, se djalli mund na sulmoj, mund na rrezoj, por që të bashkëjetoj me djallin, jo. Këtë nuk mund ta lejojmë asesi. Nuk duhet ta lejojmë djallin të bëhet pjesë e jetës sonë. Ai mund na sulmoj, ne mund të rrezohemi, por nuk duhet ta lejojmë atë të bëhet pjesë e jetës sonë. Ne nuk duhet bim dakord me gënjeshtra dhe gjërat dhe varësi që ai na ofron dhe na shtyn në lloj-lloj rrethesh që të rrezohemi. Nuk duhet ta lejojmë këtë gjë. Dhe kjo nuk bëhet vetëm. Normalisht nuk mund ta mbrojmë vetëm zemrën tonë. Prandaj është edhe komuniteti, prandaj është familja e besimit, që ne ta ndihmojmë njëri tjetrin në këtë gjë. Pra, nuk është vetëm ndihma e Perëndis, por është edhe ndihma e kishës, e trupit të Krishtit që hyn në këtë mes, e të ndihmon ty që të ruash zemrën tënde, që të ruash vërtet njeriu tënd përbrendshëm. Pra, Zoti nuk na ka thirrë vetëm. Amen. Ka ndihmën që na jep me frymën e shenjtë, po ka dhe ndihmën që na jep me anë të kishës, besimtarëve që po ashtu e duan Zotin dhe duan të qëndrojnë të pastër të shenjtë gjatë gjithë jetës së tyre. Haleluja. Le të lutemi tani në emrin e Jezusit. Le ta falenderojmë Zotin. Është një mesazh shumë i rëndësishëm për kishën, besoj është i rëndësishëm për çdo besimtar.
Dhe është një gjë që nuk mësohet vetëm me një predikim, por që është diçka që Zoti po na drejton, besoj do na flasë edhe në javët në vazhdim në lidhje me këtë temë. Haleluja. Le ta falenderojmë Zotin. Haleluja. Ati dashur, në emrin e Jezusit, ne vim para Teje o Zot dhe të falenderojmë. Ne të falenderojmë që Ti je Perëndia dhe askush nuk është si Ti. Ti je mburoja jon, Ti je streha jon, Ti je kështjella jon, Ti je kalaja jon. Ti je fortesa. Emri yt o Zot është ai o Zot në cilin ne fshihemi o Zot, ne gjejmë stre, ne shpëtojmë o Zot. Haleluja. Të falenderoj Zoti Jezus që Ti je bariu i mirë dhe Ti lufton për ne. Ti nuk lejon që i ligu ujku të vi dhe të haj delet e tua, sepse Ti je i fuqishëm o Zot. Ti je jashtëzakonshëm. Faleminderit që po na inkurajon në fjalën Tënde që të ruajmë zemrat tona o Zot, të ruajmë frymën tonë ndaj gjitha këtyre kurtheve të ligut o Zot, që ai vendos në rrugën tonë për të na rrëzuar, duke dashur që të bëhet pjesë e jetës sonë. Por Perëndi, Ti na ke dhënë autoritet, Ti ke thënë mos i jepni vend djallit. Faleminderit Zot që na fuqizon që të mos i japim vend të ligut përmes veseve dhe orekseve të gabuara në jetën tonë o Zot. Faleminderit Zot që Ti ke thënë nëse ecim në frymë ne nuk do të përmbushim dëshirat e mishit. Faleminderit që fryma është në luftë me gjërat mishore dhe faleminderit që fryma e shenjtë është ndihmuesi ynë në këtë betejë o Zot, për të qëndruar të lirë, për të qëndruar të shenjtë dhe të drejtë në ditët tona. Faleminderit Ati dashur që ndihmon gjithë secilin prej nesh, edhe ky mesazh Zot është si edhe paralajmërim për disa prej nesh që të rikthehemi gjërave kryesore, parësore për të ruajtur zemrën, që të mos mendojmë për tjerët para se të mendojmë për veten tonë, ashtu siç Ti thua në fjalën Tënde, Zot. Faleminderit që ka vajosje në frymën Tënde, faleminderit që ka ndihmë nga Ti o Zot në këtë betejë o Zot. Faleminderit që ka përkrahje, fryma jote e shenjtë na përkrah në këtë betejë o Zot, për të qëndruar të lirë. Po o Zot, atë liri me cilin Krishti na liroi o Zot. Ne nuk duam t'i japim djallit. Ne nuk duam ta heqim këtë liri me cilin Ti na ke bërë të lirë o Zot. Haleluja, ne duam të jetojmë dhe të qëndrojmë në lirinë që na ke dhënë o Zot. Haleluja. Bekuar qoftë emri yt. Faleminderit Zot, faleminderit që Ti o Zot forcon besimtarët që të merren me zemrat e tyre, që të shikojnë gjendjen e zemrave të tyre dhe të restaurohen në Ty, në emrin e çmuar të Jezusit. Haleluja. Amen. Amen.